tregove shumë dhe shumë mesazhe të mira që ti mosh me ka një kuzhinjere e mirë, je një gru e përkushtune, një nane e përkushtune, një motër e devotshme, një gru shumë e zonja. Më pëlqej edhe më frymëzoj që gjatë gjithë gatimit e ka përmend burrin. Adin kjo është shumë interesante sepse dikush e ndjen detyrim mi bë bukën e burrit edhe na e merr sikur po në ndërsohem që pikujtojna kohë burrit. Edhe pikujtojna rëndësi çka ati i pëlqen me hangër. Nëse ke gjatë gjithë kohës e tregoj që çka i pëlqen atina që është bën ushqimin. Po që vetë këto mirësira alisht i ka prej burrit. Prandaj e thashë më herët që patjetër, po. A ke menduar ju këtu në herë gazetarisë mo se për shkak të fëmijëve di që je përshëndet një herë se di pak jam shkput prej kësaj pjese dhe jam fokusuar më shumë ka familja, tashmë ushqimet më shumë i komash kështu si për shefe. Tash mu kam bu profesione shumë. E nuk e di, po nështë një të ardhme nuk i di e të gane.